Me origjinë nga Chicago dhe përvojë misionare në Peru, Prevost zgjidhet papa I parë amerikan në histori, duke sinjalizuar një epokë të re për Kishën Katolike. Vatikan, 8 maj 2025, një epokë e re për Kishën Katolike. Sot më 8 maj 2025 në orën 18:07 sipas orës lokale, nga oxhaku I Kapelës Sistine në Vatikan, u ngrit tymi I bardhë, shenjë zgjedhjes së papës së ri nga konklava e 133 kardinalëve. Pas një pritje të gjatë dhe spekulimesh të shumta, u shpall emri I pasardhësit të Papa Francesku, kardinali amerikan Robert Francis Prevost. Kush është Papa Robert Francis Prevost? I lindur në Chicago në vitin 1995, Prevost është një figurë me përvojë të gjerë ndërkombëtare. Ai ka shërbyer si misionar në Peru për më shumë se një dekadë, ku ka fituar shtetësinë peruane dhe ka krijuar lidhje të forta me komunitetet lokale. Në vitin 2023, Papa Francesku e emëroi si prefekt të dikasterit për peshkopët, një nga pozicionet më të rëndësishme në Vatikan, duke bërë përgjegjes për emërimin e peshkopëve në mbar botën, një zgjedhje që thyen traditën. Zgjedhja e një amerikani si papa është një ngjarje historike, duke qenë se Kisha Katolike ka shmangur tradicionalisht emërimin e një pap nga një superfuqi globale si SBA-ja. Megjithatë, përvoja ndërkombëtare e Prevost, përkushtimi I tij ndaj komuniteteve të marginalizuara dhe qasja e tij pastorale e kanë bërë atë një kandidat të pranueshëm për shumë kardinal. Çfarë pritet nga ponifikati I tij? Papa Prevost pritet të vazhdojë reformat e nisura nga paraardhësi I tij, duke theksuar rëndësinë e përfshirjes, dialogut dhe shërbimit ndaj të varfërve. Ai është I njohur për qasjen e tij të balancuar ndaj çështjeve sociale dhe për përkushtimin ndaj misionit të Kishës në periferi.